Po kërkoni të kurseni në shpenzimet e shërbimeve për biznesin apo shtëpinë tuaj? Merrni parasysh energjinë diellore. Ta klientë janë të shmendur, ndihen budalla dhe është disi marrëzi. Duhet kisha bërë pak më shumë kërkime. Tani kemi plera me vlerë $70,000 në çatit tona. Pra, Lipo paguan $203 në muaj, për sa gjatë? Deri në moshën 60 vjeç, pra 30 vite. Është absolutisht e reme. Çdo gjë që ju thonë është një gënjeshtër. Unë nuk dua që të tjerët të kalojnë të njëjtën përvojë që kam kaluar unë për të parë anën e errët të paneleve diellore. Ata janë fjalë për fjalë një mashtrim. Ata thonë se instalimi i paneleve diellore në shtëpinë tuaj do t'ju kursej para. Ata premtojnë gjëra të tilla si çeqe të mëdha nga qeveria. Qeveria federale do të mbulojë 26% të kostove totale bruto të sistemit e meradh. Madje ata thonë se do t'ju rimbursoj shteti. Do të marrësh $9,000 mbrapsh. A i rrisin vlerën e shtëpisë me panele diellore. Ata thonë se madje mund të fitoni para duke shitur energji shtesë në rrjet. Pra, mbi prodhimi, shpesh zvogëlon kthimin tuaj nga investimi, kur në realitet, të vetmit njerëz që përfitojnë nga këto panele janë shitësit grabitqar që i shesin ata derë më derë tek viktimat.